nga Gjermania. Viktor, ç'është kemi, Viktor? Mirë, faleminderit. Ju edhe ju mirë shpresoj. Mirë dhe ne, faleminderit për pyetjen. Unë dje kur e përfundova telefonatën me ty, ju tregova pak a shumë me dëgjuesve tanë që ti përket fesë katolike. Po, e sa. Edhe shoh që gjithmonë flet shumë me qef për Bajram. Edhe na ke treguar edhe më herët që mblidheni me familjar, kështu me shoqëri edhe festoni festën e Bajramit. E vërtet, shumë e vërtet. Po. Edhe gjithë ata se më dëgjojnë e dinë se nuk po të tregoj pralla ose s'po tregoj diçka veç sa për se thojmë ne mushit këtu si Po, e kuptoj. po në mënyrë false apo kështu, shumë shkam njohen në Kosovë dhe këtu. Unë jam rrit një atmosferë me shumicë të fesë muslimane, domethënë, por të besimit islam. Nga aty ku vi unë janë 90% që i takojnë besimit islam. Kam qenë ndoshta në shkollë me një apo dy nxënës që kam qenë besimit katolik. Njëjtë kam studiuar në Prizren, kam qenë më duket vetëm i dyti kam studiuar matematikë në shkollë të lartë në Prizren. Kemi qenë vetëm 2 veta besimit katolik në 70 student që ishëm. Domethënë, unë tash i përkas edhe nuk e mohoj ata i përkas besimit katolik, po e ndi veten po aq sa katolik dhe musliman, sepse në fundit jemi 2 parë shqiptar. Po pra. Edhe kjo është për rëndësi për mua. Sa i përket Bajramit apo pazh, unë absolut nuk e baj asnjë dallim. Unë edhe kam ninu për hatër të shoqënisë kur kam qenë në shkollë të lartë, kam ninu këtu për hatër të shoqënisë e kam në Gjermani me një ditë ose 2 ose 3 pa kurrë probleme. Domethënë, nuk e kam absolut as problem, po edhe shoqënia se mu nuk e ka problemin, domethënë jemi 2 anë të njëjtë në këtë rast. Po. Do të Viktor, falenderoj shumë. Po. Bajramin këtu e festojmë se është punat e veshja, nëse zveshmi për Bajram ose për festa ose për darsëm, nuk e di kur më veshmë ose kur me bëhat respektin për veshjen, se tash njeri po del në shopping edhe po rregullohet pak e po veshet për më dalë në shopping se shef dikan ose dikan, jo sa aty të vinë mysafir, unë nuk e di kur do ti vem domethënë veshjes rëndësi po pra të zbukurohemi, po pra. Kur edhe sa do të bukurat janë gratë në këtë rast se burrat ma nuk shikohen këtë aspekt, sa do të bukurat janë kur të veshen edhe më mirë, edhe aq më mirë është, domethënë edhe ti aty me Agnesën shumë bukur duke, por kur veshi ose kur edhe veshja juaj edhe më tepër ju zbukuron. Është shumë e vërtetë kjo, nuk është se ju bëj komplimente, po ndryshe dukeni aty. Edhe ne për Bajram, këtu kur shkojmë unë, nusja, fëmia, pse normal se shkojmë familje muslimane këtu se në Bajram e festojmë bashk, ama jem këtu afër, shkojmë veshëm, ata veshën në mënyrë tamam festive, edhe dim që ka fest edhe nga veshja. Se jemi pak më ndryshe. Ne shkojmë edhe privat, të ndenja, ose bëjmë pi kafe, ose me ne shkojmë në një normale, pak a shumë veshët njëra mo ju me të pru, ama për Bajrame, për Pashke, nëse në qëto ditë nuk vesh me atëherë, nuk e di pse i blem gjanat e reja për veshje. Shumë mirë the. Zotri Viktor, falenderoj shumë edhe për mesazhin që na dhe, edhe telefonatën që na bën gjithmonë. Faleminderit. Bajramin ja uroj, pas Bajramit se më duket ka thënë edhe dikush, këtu është tradit nuk urohet përpara, sepse nuk sjell fat. Është shumë e vërtetë ajo. E ndalim këtu, nuk urojmë Bajram. Faleminderit shumë edhe për këshillat, përshëndes shumë. Gjithë mirë.